Përshëndetje për gjithë ndjekësit e Radio Kosovës. Jeni me mua Ylka Asimin në episodin e radhës në podcast. Para se të prezantoj mysafirin për këtë episod, dua të theksoj që në vitin 2017, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin për parandalimin e keqtrajtimeve, helmimeve të qenëve ndacak. Po në vendin ton hasim çdo ditë, thuaj se çdo ditë në tema të tilla ku njerëz dashakeq jo vetëm që rrezikojnë kafshët me qëllim për kafshët, do me thoni helmojnë, po këto jo vetëm se rrezikojnë kafshët, por rrezikojnë edhe njerëzit. Sot me ne në studio e kemi një mysafire me të cilën do të trajtojmë një temë mjaft të dhëmshme, e cila ka ndodhur së fundmi, për një temë që ka bërë bujë në rrjetet sociale dhe gjithashtu ka thirrje edhe prej Fondacionit për Drejtat e Kafshëve për parandalim të kësaj dukurie që veç është duke u zgjeruar në vendin tonë. Përshëndetje Vanesa, faleminderit që gjete kohë edhe pranove ftesën tonë, duke e ditë që këto ditë ti je ballafaqur me diçka shumë të ligë. Përshëndetje Ylka, faleminderit për ftesën dhe faleminderit që ke gjetë kohë dhe më ke thirrë për me folë për këtë temë, pa marrë parasysh që është kaq e dhëmshme sidomos për mu, që jam kujdes me vite e vite për ato krijesa të Zotit, se pa marrë parasysh në çfarë forme ka qenë, mace, qenë apo çkado, ajo është i njëjtë dhe i barabartë me ne njerëzit. Duhet ta gëzojnë lirinë edhe ata njëjtë, sikur ne, kur gjo nuk kemi ne ma shumë se kafsht. Tek e fundit ato nuk është që na kanë pikë prej qiellit, janë lëshu do me thonë në rrugëve nga dora e njerëzve. Ato janë tonat, ne kemi për detyrë të kujdesemi për to, sa do që kemi mundësi, dikush ma pak, dikush ma shumë, po kryesisht edhe në qoftë se nuk ki mundësi të kujdesesh, paktën mos me i dëmtu, sepse ato dëmtime po na kushtojnë pastaj me jetë qenushave tanë, besavet njerëzve, sepse helmimi ku ka ndodhë në atë pjesë është lagje e mbushur kryesisht me fëmijë të shkollave fillore. Janë veç një 500 metra pak ma larg fakulteti, 2 shkolla të mesme, është shkolla fillore, mos flasim për ma larg ka hala shkolla tjera, do me thonë është kryesisht e mboshne me fëmijë të vegjël, të cilët rrezikohen edhe ata njësoj sikur kafsha, për shkak që helmi është qit nga disa persona, nuk e di se kush është qit në hapësirë publike dhe kjo gjë na rrezikon neve si qytetar, si banor të asaj lagje, për shkak që janë, tash themi që janë ka bunare, sene, helmi, shkon, depërton edhe rrezikohemi komplet si lagje, do me thonë për një jo pakujdesi, po një Akt i mendum. Po është akt mizor, i mendum mirë edhe i planifikum që mos të mshek kërkosh e ta bëj sa ma tinzare qëta, që unë të pështoj edhe të vdes aj, të vdes kë, unë nuk e di a e ka pas qëllimin për qenë apo për njerëz, po aj kushdo që tjetë e ka bë këtë akt. Dy shumë ka plot, se na e dim që në Kosovë vën i vogël, vën i varfën, njerëz në vend që me punu, me u marrë me punë veta, me familjet vet, me kqyr me ecë para, popullin përgjithësi menon ti bëj qti keq, ti bëj qti keq edhe qështo, unë menoj që qështo kena met qështo ku jem, po shpresoj që mos ndodh ma, edhe vazhdojmë mirët policia, organet kompetente me këtë rast, që mos të përsëritet e mos të pëson një kafshë ose një fëmijë ose anë ose ti matutje. Vanesa, sa e ligë duhet me qenë për një njeriu i cili e shfrytëzon urinë e tjetrit, në këtë rast kafshët, e shfrytëzon urinë e tij për me marrë një copë bukë, me fut helm atë edhe me helmu. Normal është pasojë e njëjtë, sikur me pas marrën sikur një kafshë, na organet qysh ka mon zemër, ka dhe kafsha, tash përderisa kafsha
ka ngordhën qatë lloj mënyre që unë e Mizëri. kum pa vetë me sytë me, domethënë, edhe s'kum pas qysh me jep ndihmë, pa marrë parasysh që 2 veterinarët tonë janë lajmëru në sekond, s'kan hezitu hiç për me ardhë me na dal ndihmë, po është e kotë se ata veç e kanë bo ato të vetën, edhe në fond krejt çka morëm si përgjigje është që me i kthy kamerat, me kqyr çka po ndodh, policia është E to keni e lajmëru bo. rastin polici, domethënë. Janë bo disa denoncime nga aktivistat ndryshëm të Ferizajit, po nuk ka njeri caktum, nuk ka, për shkak se neve si aktivista nuk është që na ka kërcënu vetëm një person. Na kemi marrë çdo herë kërcënime, mos u shqeq aty, mos u shqeq qëto, a dhe thu ti jam t'i hi në shpe, jam t'i ushy. Rruga është e njëjtë për krejt. Pra nuk lojnë edhe me qenë ti njeri i mirë. Nuk Disa t'lojnë. persona nuk t'lojnë. Dëmtojnë, po. Mundohen edhe ty me ta imponu ligësinë e tyne. Po, e ki pa tjetër ja të detyrojnë yllk me u shpall her pas here luft. Do me thonë, e shet tu të arrej qanin që aty para shpijes, vjen prej ku e dion ku, që deri dje kanë fjet me lop, s'ju ka pengu, e tash një qenë rrugë 100 metra larg, 200 metra larg, po i pengoj ka. Që aty ku bana jonë, me familjen tem, jemi të gjithë familjarë. Do me thonën, në qofë se vjen një person, a i di që është i huji, është ma larg, se qato shtëpia, ku jem na, jem e njëjta familje. Do me thonë, a i po vjen me një qëllim të caktum, edhe aty s'ko fjallë. Tash kamerat, shqyr zotit janë, policia është u marrë me këtë rast, unë personalisht nuk kam naj person caktu me thonë që kë, se nuk moj me marrë në qafë tjetërin, është as është. Po kam kërcnime, ka njerëz dyshum, na e dim ku jem tu jetu, me kandidatë u përballë çdo ditë, derisa ju veç me fjalë, po jena detyrua dhe mu mbrojt nashta edhe me kështu fizikisht, najherë, prej këtyve personave, po çdo herë t'u ik ballafaqimit me qita t'u shujt, t'u e psu kafsht. Deri ma që tash, po tham, para me no, bëjsha zhurmë u përlajsha e bësha problem për një shkelm që ja ka dhonë qenit. Tash, kur pesho që qent më ngardhen, për mi dhejt, do me thonë, janë ngordhën, po, për mi dhejt, 4 për një herë, tani nja 6 nesërmet mëngjes, se a i helmivi që ka një i ekspozum, do me thonë, i shpërndam, na kena kërku, po ti nuk po dhe çka me kërku, unë nuk e di që shu do, ka po kuptan. Aty ka pas veç ushqim. Ka pas ushqim edhe ti s'munësh tash me dyshu që qëre shka i pas ka qit në ushqim. Ti s'munësh me thonë që e ka hangër që ata, adin. Po aty u lyp një ekspertiz pak ma e fill. Nga avuku me po, edhe policia e ka kry punën e vetë. Mirë po, tash nuk e di janë hek kufomat e qenve me qëllim, nga ata persona shpirtlig, apo janë hek nga këta që e mbledhin burlogun mëngjes herët, po në menoj që është pak e qëllimshme se qent në përthera kanë ngordh, kështu që këta të kompanisë burlogut nuk mojnë me hi në përthera qaq fell që me gjithë qent. Kjo nuk qëndran. Po thonë çdo herë që dora se çdo herë kthehet në vend të krimit. Përsëri që me po a kalon ai gjurma diçka. Po këqyre, kur nuk mënesh me i ik çka është e shkrune. Edhe në qoftë se është e shkrune që qente me ngordh në atë mënyrë mizore, që unë kur si kisha bo men, se unë jam kujdes që sa për ta, edhe familja jem, edhe në qoftë është e shkrume qështu për qente me, atëherë do t'jetë e shkrume edhe për ata që e kanë bo këtë sen. Nuk mënesh me pështu. Kosova ashtu ecë për para, shqyr zotit policia kanë intervenu, e kanë bo pjesën e vetë. Unë tash nuk mëj me shku me imsu polic, bëni qëta, bëni qata, kuraj është ka kry shkollë e sene për qatë punë. Ndoshta ka dhe sene që policia nuk i tregon, dën me i majt për shkak që privatësisë. Po, privatësisë, se mës me shkaktu probleme, po ke kush ka i person, unë s'dua s'me dit kush është, veç le ta merë dënimin, veç te di, unë që ai person u dënu
për që të akt që e ka bo, tash për diash një person e në 5-6, Vanesa, se do me thonë, mund me ndodhë dhe që ka pas ma shumë persona, se s'munët një i vetëm me bo qatë punë edhe me hecë. Adin, është i planifikun shumë mënyrë të mirë dinake. Po. Problemi është, Vanesa, që rastet po shkojnë, po fillon procedura, po thirret policia në vendin e ngjarjes, po i marrin deklaratat, po deri më sot thuja se asnjë dënim nuk është tu jep drejt këtyre personave cilët po bojnë akte mizore, cilët po e rrezikojnë shoqërinë tonë, po i rrezikojnë kafsht. Atëherë, Vanesa, do me thonë, ju familjarisht kujdeseni për ushqimin edhe për mirëmbajtjen e qenëve cilët janë në lagjen e juj, janë të shtëpia juj. Po, është tufa ka qenë rreth 18 qenë. Tani... A janë të urtë, a janë të qeta ata qenë? Po, unë kam fakte që fëmijët e familjes tem i qafin, i puthin, edhe pse për dikan aden është pi puthin, ashtu po, na i puthme. Po. I qafëm. Me pas mundësi, unë krejt ishti mrena flej me ta. Mu nuk m'intereson nëse qaj qenë pas ka mo rase pleshta. Nuk dosh mu largu prej ti muna mja hjek. Po. Ta shqyqysh zotit për ka i lache. Nuk të kushton kur gja, veç ka i tu bo mirë, edhe të shë zotit ta këthen me një mënyrë alo ma të mirë, nesër mas nesër. Nuk na vyn neve e mira e njerëzve. Neve na vyn veç dashuria e pastër që na japin që të kafsh, edhe me na po zoti, kur gjë tjetër. Me na lon neve në punë tonë, mës me na nga smu fort. Mës me na ndalë në qatë përmirësi që e vendosëm e bo. Po, nëse te nuk do me bo mirë, ty rrën shpitane, nuk po të pengon kërkosh, nuk po vijone me të shtit ty, me thanën, del kujdesu për qenë, del bane atë sen. Ti për dere sa je, qasë shpirt ligo, shka mu mirën e. Po të paktën, mos me rasti me neve, ti kena punë të ndaume, shkur të shqip. Se janë dy lloj njerëzish. Nuk ka, qysh me thonë, i mirë, i keq, i drejt, i shtremti, ashtu. Janë personat që sillen mirë me kafsht, edhe janë personat që nuk sillen mirë me kafsht. Do me thonë që aty vresh çfarë je. Nuk i... Unë mendoj që një njeri i cili vendos me ndihmu kafsh, ai njeri e bën prej një qëllimi shumë të pastër. Do me thonë nuk i kur gjo në këmbem, nuk i asnjë të mirë që një kafsh ty ta jap. Po ti po bën dashni, kur gjë tjetër, ne tundje e bishtet, e qenit, ndaj meja mu më bën të lumtur. Unë s'kam nevojë me më thonë dikush, po dukesh mirë, apo dalim, as po dalim, apo shkojna, ose diçka të bëj me pare, ose diçka me punë. Shqyqyr zotit, punoj, ja dal, familjes tem jam shumë në rregull, shumë mirë, ndihmojnë tanë kohën, ushqejnë qenë tanë kohën, babi jam është edhe me smundje, edhe del ushen qenë endacak e kujdeset për ta, njeri i shnosh, fizikisht, po dalin smut psikikisht, adhe po dalin smut mrena, në shpirt. Me likësin ma të madhe. Po dali kondërta. Atëherë, Vanesa, çfarë mesazhi kishe ja për prindë dhe fëmijët e tyre? Sa i përket pjesës të qenëve, edhe ekspozimit ose lojrave e tjera. Po, unë menoj që çdo fëmijë, do me thonë, në përgjithësi çdo person, sa të është i vogël, sa ma i vogël me qenë, është ma mirë me u qas me kafsh shtëpiake, me një klësht vogël, me një kotele, edhe prej i vogël mosh, me maraj atë shprehin e mirë ndaj qenve, që kur të shen në rrugë, jo me gjujt me gur, qysh po ndodh të na, po me thirr, me ushqy, mja qit një got uj, nuk na kushton kur gjash, që zotit uj kem, edhe unë pak i llogares gabim prind, për shkak se prind çdo herë i rritin fëmijët në atë mënyrë që ja jep një telefon që aty në dorë nuk i intereson moshka ashtu bo.
Nuk e intereson shka të këqyr në telefon, çfarë loje, apo po bëhet i varur prej telefonit, apo prej një loje, jo me libra, jo me sene, se edhe në libra breki, çte mësusja në klas 2-3 me vizatu qenin mocën. Do me thonën, pse ti si prind nuk e merr çato me a bo sa ma shumë, sa ma fell me a po, me a dha fëmijës, kujdeset. po nuk mirën sa dohet me fëmijë. Pse mu për shembull prindët e mi nuk më kanë thonë kur thuj qenit qëb. Ose ikse qeni. Unë i kam 26 vjet, mu në të njëjtën kam nejt me qen, kur nuk jam sulmu. Sta kanë kriju shprehin e Kur, frigës, po. fobin që vetë i kenë Unë e kohët prej fundet. fëmijë e vogël në klas 2-3, edhe nashta edhe ma e vogël, s'na i na rrit edhe në shpe kena pas çdo herë qen, po edhe me qenë në rrugë, unë kum pas qasje shumë të mirë. Kur s'jam tu, gjithmonë jam afru, po qeni si qen, qëra në qofse ti ja jep Ngacman. një, që me thonë, një situatë kërcnuse, ai normal që ka me mbrojt vetën. Normal. Që tash edhe na njerëz jem qet, jem krejt okej, po që tash me ardh dikush me më kërcnu ose me mu mat mu me një guri, dhe normal që kam ja kthy. Qështu. Normal. Tash qeni Për nuk vetë di me mbrojtje. kap, po gurin me ta kthy, po i ka dhamt. E Edhe përdor. i përdor. Po, e Po çdo kush i pjesën e përdor ato, zoti krejtve na kalon ka një pik dopt edhe pik të fortë. Po. Që me mujt me përdor për mirë, për keq. Po fëmijët si në për shkolla, po kryesisht në familje, do të me marë atë tolerancën ndaj qenve, ndaj kafshëve në përgjithësi, se na kena këto që edhe zëgjve ju qesin sakëza, zogu si ta ha sakëzin mo nuk mënët me ushqy se bllokohet në fët, plumave, sorrave, shako lidhje, se shqiptarët e na e kanë, Maca, po krejt. macave, çfarë raste, veç vetë që i Që ku ke marë, dashmu. po, janë të mërshme, e le ma, bile i shalas, nuk një ma që si sene, se seriozisht veç me nalë shu toka. Do me thonë, S'ka me Vanessa, kur gjo. të kthy edhe të ajo që tha për fëmijë, gjithashtu duhet me pas kujdes prind, se ka prind edhe që marrin mace ose qen, po në mënyrën që fëmija i tyne me u kënaq, e ekspozojnë macën ose kotelin Si ose lodër. klyshin si lodër. Edhe kjo është thirrja që në tonë kone e bëj që maca ose qeni nuk merret si lodër, si atrakcion për fëmijë. Do me thonë, Absolutisht duhet jo. me pas shumë kujdes se qysh e trajtoni, se nga dashnia e madhe fëmijët mundën edhe me lëndu. Ata nuk Po, din. sa ata normal nuk Që bojnë ata po. kjo në çdo herë që është prindi ai. Po, që e mësan. Po, pe marr shembull, unë ec po dal kërkon më larg, unë pe marr shembull nonën tem. Qatë shumë është kujdes që na mos të bëhemi agresor në të ardhmen, sa që ka marr mace, ka marr qenë shpe edhe qysh u kujdes ke ajo për to, e pashëm na qysh edhe tash qe, po kujdesmi. Kur gjon nive nuk na kushton, mos pa që mundësi me pagu ekstra për një ushqim për diçka, ushqimi që met në shpe. Nuk na kushton kur gjo me ja uqit heq plumave. Nashta nuk tjetë shumë me ngjini qen, po plumave. Plumat sa hajnë, është shme thonë shumë e lehtë ti me gëzu një shpirt që fluturon tanë ditën në këtë nëzet, nashta edhe në borë, e në shi, edhe s'monet me gjetë ushqim. Tash, këto ka në Kosovë, e kena pas vitin e kaluar në rastin që e kanë gëzhdu në pemë Shqiponjën. Po. E i thu vetit shqiptar. Po, do të me mlu marrja atë familje që e ka bo qatë sen, mës me pas ftyra as dejnë dherë vetë me dalë. Na e kemi në flamor tonin Shqiponjën, krenohemi që jena shqiptar. A i Na deli e jen gëshdan, do na me thonë a i lejmë pa të bo bum, qata, se ka qenë një mizori e vërtet, ku një person e ka gëshdu Shqiponjën, Po. edhe ndi krenar, e ka postu po edhe e në kanë përjetës postu, sociale. të aden bona ku me diçka, edhe është, do me thonë, skandali vërtet edhe e mu më dhem fakti që bëhet 2-3 muaj edhe harrohet, po si rast, na nuk e dim a është denu as është denu, 90% nuk është denu, ai person.
Tashte, ka njëherë kanë faj edhe për shembull policia e këto organet që kanë kompetente edhe të posaçme për çdo raste. Po nuk monët çdo herë unë i shoh njerëz tu anku dohet shteti. Nuk monët kryeministri me ardh ty me ta mush menën mos lëshët që në rrugë. Nuk monët kërkosh me ardh ty më të kërsit nder me thonën për shembull nëse ti ka bë qenushja jote 2 klysha po ti marr. A peshet që po vinë holandest, pelojnë veten keq edhe ata se ata nuk i kanë kushtet ku me ditë se shka. Po. Për shembull, po vinë për na ndihmojnë këto, na e kena një numër të vogël çanve krahase me Holandën. Pishohën boll mirë sa po shpenzojnë ata me na ndihmu neve. E kemi falas sterilizimin, fal tyne. Gjatë s'ka që ndodhur kur shteti ma jon herët. nuk është të e bo. Domethënë kjo Shteti as nuk po planon me bashkëpunu. po, kjo është tmerr sepse e kanë lënë anash pjesën e kastrim sterilizimit ku dihet që në këtë mënyrë shumohen në mënyrë drastike qenë të Po. ndacak. Sidomos tash, në pranverë kena shumem pandalshëm. Mirë po, jena tu munu aktivistat përgjithësi, veterinarët, Me forcat po me sterilizu, me kastru sa ma shumë, edhe Në prej mënyrë që mos shoqatës mushon. holandeze, po i falenderoj 100 herë që na kanë mundësu do vaksina, do Trajtime. mjete, trajtime, ushqime për ta, se deri tash neve s'na kanë ndihmu kërkosh pos tyne. Tash Deri është tash është e ka vetmja qenë- shpresë se jona ata, po du me thonë që njerëz qanë të shtëpis e kanë gratis, falas, është dhe me thonë pas një cent, se qëto s'po e kuptojnë, kur pi thu, që e sterilizaj, se tani, kur po të bën klysha, ti po i lshan në përkontat bërloget, pa pik zemre, unë nuk mëj me kuptu Kjo që të ndikon sen, edhe në mbi popullim mandej të kafshëve të rrugës. se gjysa po ngordhen prej urije, para meno, do me thonë me qaq mizoresht, pi del shpirtin i kafshë, mos me pas një pik ujë, me pi, është merë. Unë tash viç ka po e përmeni, ka po foli, ka po më kujton, do raste që mu vetë, i kum përjetuem, ka ramu përballë me qto, a beson që nuk mëj me bo ka njerë gjumin gjumë, edhe nuk mëj me pranu që na jena tu jetu në qëtë kohë të modernizimit që thojmë, edhe kur ti këshosh ka ana tjetër janë, më fal shpjellëm, shumica e popullsisë. Këta presin çdo herë prej shtetit. Nuk mundet shteti me i mbledh qend çdo herë sa na lshojmë. Se ai pi mbledh, këta po lshojnë. Na e dim që strejmore ka, po janë full. Ku mi qu ata të shkret? Unë personalisht banoj me një banis që është shumë e vogël, është veç një dhomshe, edhe kam qenë e moca që aty. Tasht, unë jam dashamire e tyne, dalu she e krejt, edhe çdo herë njerëz që më shohin ma bojnë, po merrin shpe pra, po t'i zoj, qatë sa është rruga e jotja është edhe e qenit, është edhe e jemja, për derisa te nuk rrezikohesh prej tyve. Qent që janë helmu para 2 dite, janë kanë qent shumë miqësor, që unë kam foto të vllaut tem 11 vjeç, tu i qaf, tu lujt me ta, ata mu kanë agresiv. Unë e vetë personalisht kisha ik. Unë se kisha rrit zonin tasht, që me u dënu personat që e kanë bo qatë sen, nëse që ata qenë e kishin meritu vdekjen. Po ata nuk e kanë meritu. Edhe nuk është kjo zgjidhje, me i helmu ose që shkanë bo këta. Zgjidhja është, edhe në qofë se nuk i dënë, nuk i prek. Gërdit është bre okej, se nuk jem njejt, po paktën keq mos që bën. Largoju prej tyne, mos ju afro, jo po era, jo po qera, po njëri me nej 2 dit pa o la, s'na vje era nive? A na kokëm të pastër, ta? Po jo, po ma të fleqt, se njëri, unë nuk i di qka. Macës nuk i vjen era. Qenit i vjen era qen, po ti në qofë se helanaj, bati pastër, a qështu? Macët hajnë në përkontat bërlogit, gjinohet, nuk mon është mja njerën. Letre njeri në shpe, heq mos del bërlog. Kam jarë dhe era.
Kjo është Shumë krasë me mirë. Kjo është të merë na kurtinina pi vjen era qenit. Po i qen është, ti merë laje. Ose heq bre mos t'ju afro, po keq mos i ba. Ade. Nuk e ki për detyrë ti. Nuk është shqiptar që ta është ardha cakt pak ma shumë. Se ti që bjen ashtë asë i ofendem, po ta morin qysh do, se ata janë të najboshirin, po vinë dikosh që deri dja nashta ka flejt me një gomar në shtall, me një lop, s'kam kundër kur gjo, lopa është shumë e mirë, na ja kena po hojren, ja shumë edhe sot, po du me thonë që kanë mojt vet kafsh deri dje, e kanë pas larg nashta arushën 100 metra për shpije, se kanë jetu në përmale, edhe bashkë ata vinë edhe bojnë gjrulldi që thojmë na në qytet. Edhe kanë fobi. Fobi. Qysh jo, fobi. Kanë fobi, po qysh djetë. Është problemi si që tash në pranverë nin mas shumë të edhe kështo gjuetarët pa leje, të gjujt kafsh, ki plot. Edhe nuk i denonson kërkosh. I nin, unë i ni, ti i ni, po nuk ki fakt që më shku me denoncu. Që kjo neve përna edhe mas shumë të. Tana është tjetra që mbysin dhelpnat. Shkon mal shqiptare e mbyt dhelpnën, me shku një zerë, se në përdo qështu në aton ka rrethina ferizojt, shë dhelpna të ngordhne në rrugë. Vish për knasi, vish për qef. Tasht, kur ta këshysh, a e hati dhelpnën? Jo. Pse për vran? Se di. E ka atë liksin në shpirë, do me thonën, gëzohet, knaqet, në qofë se e shet dikon të vujt. Ata persona janë të rrezikshëm edhe për neve, që ta do të njaulon në kry një herë për gjithmonë popullit tonë. Na ma shumë presëm për kraje prej qytetarve se sa prej shtetit. Se shteti po e bën deri dikon punën e vet. Po kur peshe shtetit që shqiptarët po dalin po lajnë apet kafsh në rrugë, tash ata nalën dhe thojnë, na pim ledhim, ata po lshojnë. Na pim ledhim, ata po lshojnë, na ku mi qu. Tana jo po komunat s'pëna përkrajnë, po nuk mundet me ti s'po jep hapësirë me të përkra. Edhe pepsojna na aktivistat, na dashamert. Se është të merë kjo shka bojnë, merë një tuf qenve, bile e kena pas bre, para një 3-4 mujve shihet me një video, nuk e di kush e ka pas postu pre aktivistave, me tabelat Gjilanit, i lshon dikon rreth 16 qenë në komunë Ferizajt. Kjo ka ndodhur edhe në Prishtinë, kemi gjetë me matrikula qenë, do me thonë matrikulat në vesh të qyteteve tjera. Nuk e di pse po e bojnë këta, po ka që shumë njerëz po i mbushin këmbët e tyre, a nuk e di a janë të vetëdijshëm për gjobat cilat munden me u dënu, nduket se dënimi është deri në 3.000 euro për braktisje qenve. Ata njerëzi duhet me u marrë seriozisht parasysh, sepse po e dëmtojnë nga një vend në vendin tjetër ambientin. Ata me qëtë gjest veç po bojnë ma keq. Ata po mendojnë që në qofë se qenë të lagjës tyne i largojnë, tu i qumë me një lagje tjetër, ose me një destinacion tjetër, qytet tjetër, apo ku e diun ku, besa dhe në përmale, që gjindën qenë veç koka, e trupi i hangt prej ojgjve, kjo është hala ma të merë. Unë ja di për njerë që i ka lëshu në qytet, prap, se do që po i lëshojnë në përmale, se me dalë nga djeleve me hec, me bo vrap në përmale, shë të merë, nuk t'hipët as me dalë, shë klysha në për qesit zezat, në qashto, në për pru, adin, në për rejka, ka zgjedh vdekjet mizorshme. Po, edhe këta mirë bili që po i lëshojnë në për rrugë, mirë po, kam qaf njerë kështu mi po t'u denu fërt, një 2-3 që tjirt me undalë. Nuk është zgjidhje kjo, këta janë totalisht çmendur, unë menoj që këta s'kan me menu as për sot e nesër se lemo ma larg. Ti me lëshimin e qenve me një lokacion tjetër, po shkon po bën problem për shkak që lagja që aty bolli ko qante vet. Plus edhe një 10-15 tot, aty ndodh tana tragjedia ma e madhe që kur bohen shumë qenë, po ka lloj fllëçsine që po del po i helman, po del po i rrej, se aty kur t'ja nisin me le, pengojnë qytetarët.
tashte njerëz kanë punë më uqu herët, me shku në për puna, nuk mujnë me i duru lehjet, edhe nuk qohet me thirr policinë ose një strejmore me kërku bashkëpunim, po qohet i helman. E po kena shumë që si raste. Edhe tjetra është që tufat e qenve nuk i mirë presin qenë të tjerë. Këta do të me ditë çdo qytetar që në qoftë se ti don me lëshu një qen, tu ka bo bajat, 1 vjet, 2 vjet e ke mojt në shpe. Edhe tu ka bo bajat, që s'bën me të bo bajat, po me llogaritëm, dosh me gjetë një person tjetër me u siguru që qeni ka me pas ushqim çdo ditë, ka me pas një vend ku me fjetë sigurt, edhe çka që ty mjafton, s'ki nevojë me lëshu në rrugë, që qeni mos me ditë me gjetë veten. Qeni bjen depresion sikur një njerëz. Po ata nuk kanë edhe shoqërë zotit s'kan gojë me fol, se të kishin fol qent, neve nuk na kish met ma me jetu qëto. Çfarë dhimbje e çfarë gjana, tortura kishin mujt me na kallzu ata, na ishim çmend. Na bina tu çmend veç qështo. E le ma, po qështo. Edhe qent nuk i mirë presin, ndeshta me thonën qent e tjerë musafer. Tasht, kur po vinë prej lagjive tjera, qent të ri, aty po ndodhin sulme njëri tjetrit. Qent bohen agresiv. Që atëherë është rrezik edhe për njerëzit. Se ka fëmijë të shkon shkollë dhe jo çdo nan ka mundësi me çu fëmin e vet në shkollë. Për shkak se çtashte shoqër zotit janë të punuar edhe gratë, edhe nuk kena të marr ma veç me punë shtëpia me fëmijë. Tasht, shkon fëmija në shkollë, kthehet prej shkolle. A me ecë fëmija me tu dridh? Pse? Se qenë të lagjës me që ata u mësu. Ti po bje qenë të ri. Edhe po ishen tu hangër me zveti e sene. Tash, që ato kafshime qenëve me zveti, ato i kushtojnë dikujt, se ka persona se on të aktivista tjerë që na pagujmë për gjepit tonë për me i shëru që ata. Tash ti dush me bo mend që për na dëmton edhe neve, edhe qenët, po kryesisht fëmijët. Edhe tash e nin popullin krejt u qunë kam të thanë, fëmijët janë e ardhmja jonë, fëmijët ashto, fëmijët kështo, do të më shkollu. Po, kur të nalësh me këqyr mirë hall, nuk e mendojnë bashkë më të mirën për ta. Ata vet janë tu i qu drejt një humnere, adin, janë tu eduku në atë formë që fëmija kur t'i bën 2-13 vjet veç është agresiv. Tash veç para menuaj fëmi kur të rritet e t'i bën 30. Ajo është në gjendje me mytë edhe familjarin e vet, edhe këshin e vet, e me t'razun komplet një lagje. Se qashto që i mësum me dhunë prej fillimet. Mësohet ai qashto, sikur na që i na mësu mirë, ai mësohet kondërtën edhe moti sun pret mirë prej ti. Janë do persona që ata pjekën me qatë sen, edhe moti sa dush thuj që hej, ka më të kushtu edhe ty, nuk më nësh me këthy më mrapsht. Bash mesazhi mirë që qysh të investojmë, qysh të i edukojmë prej fillimit, që ashtu edhe kanë me qenë në vitet e tyne të ardhshme. Shka të mbjallë që thujnë korë, nuk më nësh me mjellë darë dhe me dalë drejtës. Edhe na gjdo herë i losë, përgjithësi qytetarët. Se policia është të e kry punën e tyne, jo 100%, po është të u mundu. Po, ka shumë raste, edhe pak denoncime. Ta na nuk pjapim hapësirë dhe mu mirë me neve se po thojnë, populli breveto qështo, adin. Do të me kuptu që nuk jena qështo. Adin me i thonë, stop qësoj dhune, stop helmimit, stop abuzimit, stop gjdo lloj torture që i bat qenve në kafshën përgjithësi. Personi sa ma i ri, sa ma i vogël, me qenë e ka ma let mua ambientu. Tash e patëm shoqatën holandeze, që i falenderoj 100 herë, ka marrë një veterinar që s'po e ciki me emër, me qenë, edhe ka shku të një, nuk i dija ke qirë dhe a shkollë. Shkollë më të kësike. A e po e fmi që u gëzojshin, që shu ardhë ke mirë. Edukem, po, do me thonë i poshë fëmi të u gëzu, pse e kishin një qenë ofër që e prekshin pak edhe adin u largojshin. Pse fëmit me pas qatë ndjenjë? Unë e marrë shambull vllon tem, jo tash që i ka bo 11 vjet, po dhe kur i ka pas 5 vjet e 6, ai nuk u që di që ashtu me qenë. Ai e ka di që me thonë, e ka po qenin, ka shku, ka lujt me ta, qaf me ta, e ka ushqy edhe
nuk u bo qashtu. Na e pashëm shkolla, është shumë shembull i mirë këta që kanë shku. Inshallah në çdo shkollë mujna me mundësu me shku dikosh në qatë për formë. edukim. Po i pash e fmit si me tuta, a me prek, a mës me prek, i hapshin syt, thuti s'kam po kor. Si në ekspozu kur ndaj një qasi knasie. Po, pse se ata janë rrit, ndaj qatë mosh, me atë frikën, qenit ha, dosh mi mshu edhe me ik. Unë, qysh, shka, kuj ki mend, që jete e bo që takte, që të mësem, po ti faktikisht jetu e rreziku fmin tanë, mëj, ti kur i thu, x qene, qëp se qene, Ai gjithmonë komuni i rrezikum, edhe gjithmonë ka me pas po, frikë. i pari fëmija e të ka me psu. Se edhe qenë të vrejnë që frikën, Po e ndjej. prej njerëzve, e e ndjej. din kush do të pas frikë, edhe bashkë ata i sulmojnë. Po e liron njeriu një si aromë e cila po i nxit ke qant me ditë që po friksohesh, Po. domethënë Po është e një farë vrejnë. arome. Po që ata pse neve nuk na sulmojnë asnjëherë, na jena mësu Seks. prej të vegjël edhe mos kena shkamurujt për tyne, se na vish na arrit me ta. Që tashte, ki është problemi, do shta me cek edhe për qenë shka i qesin lufta. Edhe kjo është një katastrofe madhe që është ndodhë të na. Do me thonë jena një shtet super i vogël, super i varfën, po me likësit mdoja. Edhe mos të presin populli i Kosovës me ezikon ma para me qëto sene. Pse qohet, lajnë termina me shku me i përla qantë në përkatuna ati ku si një kërkosh. Në 3-4 të mëngjesit. Po. Edhe unë e vetë kom pas rast në për veterinar, për shembull kom shku me vizitu qanin ose mocën tem, ose mi qu për vaksinim a diçka, kom pa qanë në ordinancë sulmum prej qenëve ti. Kjo është edhe problemi i veterinarëve mendoj që nëse një person Do t'mi lajmërohet e veterinari me plagë tilla qeni i tij, ai gjithçysh duhet me lajmëru policin për me marrë masat adekuate. Ka pas veterinar në Ferizaj që s'po du me cek, po shumica janë veterinar të mirë, sidomos një që punojmë zakonisht me ta, është shumë dashamer, del ushqen qenë edhe ai vet i ka tufat e veta, destinacionet e veta ku jep ushqime, ujë krejt, po është një veterinar tjetër që na vet i kemi pa qenë të ardhët prej luftave të i mjeku. Edhe çfarë mjekime, një sprej sa për mos mu Mjekimi infektu. duhet me qenë se është njerëzore, po dhe duhet këta persona gjithsesi me lajmëru. Po. Qeni duhet mu mjeku, pa marrë parasysh ashtë jemi ai u t'ja i kujt është, ashtë i rrugës. Po. Se na për qëta jena këto, jena të rrizonin për qëta qenë, se me ka na që i këshyrin veç punët e tona, na i shumë shpe dhe i këshum pas edhe renet tona ma mirë. Po. Se unë kisha ardhë prej pune edhe nuk i kisha shpenzu krejt të ardhënat e mija për ta, po i kisha harxhu për veti. Kisha pas nashta pare me shkun me naj shtet tjetër me bo pushime e sene, po nuk i kam. Pse? Kom zgjedh një rrugtim që nuk ka kthes që mundet me ma tërhek mu vëmendjen të kthejna që knaj se që knaj ka ma mirë. Unë e kom zgjedh që të rrugtim, edhe pa marrë parasysh që tash tufa jem është asgjësu, me qatë numër të madhë të qenve, janë helmu, kanë gordë, në atë mënyrë kaq mizore, mu nuk mundet kërkosh me mnal. Unë prap kam e bu qenë. Edhe këta që e kam bo, këta njerëz më kanë nxit, edhe më kanë bo ma të fort, që unë me vazhdu që të sen, që të rrugtim, pa e këthyja kryt në asni anë, asni minut, asni sekund. Ai duhet me qenë i vetëdijshëm që vendi lirohet, ai e helmon qenë, hyn gjëna, Vin tjetër. e thën ligjin, por qenë tjerë prap kanë Vin me nxona tjetër. territor. Veç se kanë ardhur. Vanessa, Kanë ardhur tjerë. faleminderit shumë për këto minuta, ishte kënaqësi, gjithashtu ishte edhe dhëmshme tema cilën e trajtum, por me shpresë që organet kompetente do ta bëjnë punën e tyre tutje, kështu që Shpresoj na presim për një përgjigje prej tyre sa më të saktë dhe dinjitoze dhe një dënim meritor për personin i cili e ka bo atë akt mizor. Shpresoj edhe unë gjithashtu që jo veç raste jam, po krejt rastet cilat kanë met mas dore, me thonë,
me shku deri në fund, me u qel do lanë që kanë kom pak ma herët, me shiku ku jena tek jena se dikur lodhemi edhe na edhe monot me na hub vullneti, shpresa e këto, edhe najna te pa çdo ditë që rin jashtë, na hes jashtë. Ata janë tu gërdit me do sene. Unë nuk e lshoj nashta vendin, po aj kë e lshon. Normal, siguria Kena është në dashamer radhë që na parë. kanë ik. Po. Kena dashamer që kanë vdek. Neve na vyn dashamer të ri. Na vyn çdo herë mu shtu numre. Te na fatkeqësisht ashtu tu shtu veç numri budallëve. Kur gjë tjetër. Po gjithsesi, yll, faleminderit shumë për ftesën. Ishte shumë kënaqësi edhe besoj që kisha pas nevojë me fol taman mirë e qetë, se çdo ditë prej rastet seriozisht kom pas shumë fjalë të mira prej njerëzve prej rrethit, po se di, dyqysh mu doket që po ma zon frymën, nashta hala s'po muj Me perceptu si po, qa ka me ndodhë sakt. pranu që mu ndodhe që ky sen, po jena tu munu me u qetsu, mu kthy taman normalitet, me vazhdu përpara. Ka qenë tjerë që m'presin me ushqy, kështu që nuk guxoj me u ndal kurrësi. Faleminderit shumë Vanessa. Faleminderit edhe prej juve. Ishte kënaqësi jashtëzakonisht e madhe.